Horoskopi ditor, një dashi, sot mund të duhet të ndryshosh diçka nga planet që ke bërë, ose të del pa pritur një punë që kërkon zgjidhje të menjëhershme. Mbaj nervat dhe mendjen e kthjellët, sepse dita kërkon reagim të shpejtë. Në shtëpi, ka nevojë për pak rregull, harmoni ose përmirësim. Mund të jetë një bisedë, një rregullim i vogël, ose thjesht një atmosferë që do ta bësh më të qetë. Në të njëjtën kohë, ti ke nevojë edhe për pak ndryshim. Dil, fol me njerëz, ndërro rutinën, të bën mirë. Më pas, energjitë e ditës bëhen më të buta dhe më të favorshme. Ke mendje të hapur dhe zgjidh problemet në mënyrë krijuese. Ka gjasa të kapë dëshira për të mësuar diçka të re, për të lexuar, për të hulumtuar, ose thjesht për të marrë me diçka që të intereson prej kohësh. Gjithashtu, sot e ndjen më të fortë dëshirën për të shprehur. Mund të flasësh më hapur, të shpjegosh pikpamjet e tua, dhe njerëzit kanë më shumë gjasa të të kuptojnë. Në përgjithësi, një ditë me lëvizje, por që të çon drejt qartësisë. Demi, në orët e para të ditës mund të kesh prirje të tepruar pak me gjërat, qoftë me fjalët, me reagimet apo me premtimet. Nëse ndihesh pak i pakënaqur, është shumë e lehtë sot ta shprehësh më fort se ç'duhet. Kujdes, sepse ndikimi i Jupiterit në shtëpinë tënde të tretë të frym pak ballonin dhe të shtyn drejt egzagerimit ose shtyrjes së punëve. Premtimet e mëdha sot mund të duken si zgjidhje e shpejtë, por nesër mund të bëhen barë. Ruaj qetësinë dhe mos u ngut. Më vonë gjatë ditës, energjia ndryshon për mirë. Mendja të punon kthjellët, sidomos për punë, biznes, plane dhe organizim. Sot mund të gjesh zgjidhje që nuk i ke parë më parë. Ose të hartosh një plan që më në fund ka kuptim. Në marrëdhënie, nëse diçka nuk ka qenë e balancuar, nëse dikush jep më shumë e dikush më pak, kjo është dita kur mund ta çosh temën në tavolinë. E bën me qetësi, por me vendosmëri, edhe çështjet intime ose ato më personale kanë nevojë për pak vëmendje sot. Një bisedë e qetë, një sqarim, ose thjesht t'i kushtosh kohë emocioneve të tua, mund të sjellin lehtësim. Në thelb, fillon me pak ngarkesë, por përfundon duke u kthyer në një ditë të dobishme, me qartësi dhe vendime të drejta. Binjakët, sot dëshira jote për rehati, qejf dhe komoditet është më e fortë se zakonisht. Jupiteri në shtëpinë të dytë të financave dhe kënaqësive të shtyn drejt gjërave të bukura, të mira, ndoshta edhe pak të kushtueshme. Por në orët e para, kjo dëshirë mund të përplaset me planet që ke bërë ose me detyrimet e ditës, mund të tërheqin gjëra përtej mundësive, ose thjesht të humbasësh fokusin duke kërkuar komoditet të menjëhershëm. Nga ana tjetër, një partner apo dikush afër teje mund ta dramatizojë një situatë, ose të kritikojë që po kërkon qetësi në momentin kur ata duan më shumë lëvizje. Megjithatë, dita nuk mbetet kështu. Ndërsa koha ecën, energjia ndryshon dhe bëhet shumë më bashkëpunuese. Je më i kthjellët, më i vendosur dhe shumë i mirë për të zgjidhur probleme, sidomos brenda një marrëdhënieje. Nëse ka pabarazi, ke guximin ta ngresh çështjen dhe ta rregullosh. Nëse ka diçka emocionuese për të bërë me partnerin, sot mund të diskutohet hapur dhe të planifikohet me energji të re. Madje mund të gjesh kënaqësi të vërtetë duke bërë plane me dikë të veçantë, qofshin plane për të ardhmen, një projekt, një udhëtim ose diçka që ju të dyve ju ndes imagjinatën. Në përmbledhje, fillimi i ditës shkon në luhatje, por fundi të çon drejt qartësisë, bashkëpunimit dhe vendimeve që të sjellin stabilitet. Gaforja, në fillim të ditës je pak më i prirur ta teprosh, qoftë me emocionet, me mendimet apo me reagimet. Arsyeja? Jupiteri është tek shenja jote, dhe çdo gjë që ndjen sot duket sikur rritet me lugë. Edhe gëzimi, edhe mërzitja, edhe shqetësimet e vogla duken më të mëdha. Kjo është arsyeja pse duhet të shmangësh egzagerimet. Mund të duash të pushosh, të relaksohesh, të shkputesh, por në të njëjtën kohë ke edhe detyrime që nuk presin. Je mes dy zjarreve, dëshira për qetësi dhe nevoja për t'i bërë gjërat si duhet. Balanca është çelësi i ditës. Mund të mos vijë lehtë, por është ajo që të shpëton nga lodhja emocionale, por pastaj dita fillon të hapet për mirë. Ndërsa ora ecën, futesh në një ritëm shumë më produktiv.
Në punë ose në një projekt që ke në dorë, mund të gjesh zgjidhje që nuk i kishe vënë re më parë. Një drejtim i ri, një ide e qartë, një strategji që në fund të jep qetësi, mendja të bëhet më guximtare dhe e kthjellët. Ke më shumë vullnet për të kujdesur për veten, shëndetin tënd, rutinën tënde, madje edhe për gjërat e vogla të shtëpisë që të lodhin prej kohësh. Zgjidhja e problemeve është forca jote sot, gjërat që duken të ngatëruara, i zhbën më shpejt. Në përmbledhje, dita nis me emocione të forta, por mbaron me qartësi, organizim dhe kontroll të plotë. Luani, në orët e para të ditës mund të ndihesh i përçarë mes dy dëshirave të forta. Nga njëra anë do t'i shpëtosh detyrimeve dhe situatave të lodhshme, nga ana tjetër ke një shtytje të fortë për të marrë rrezik, për t'u hapur, për t'u shfaqur, për të qenë më prezent mes njerëzve. Kjo përplasje mes dua qetësi dhe dua veprim të krijon një lloj shqetësimi të brendshëm. Gjërat e zakonshme sot nuk të mbushin, nuk të frymëzojnë. Kërkon diçka që ndes shpirtin, diçka që të thyen rutinën, edhe pse tani duket sikur nuk e gjen dot balancën, ajo ekziston. Thjesht duhet pak kohë derisa dita të ndryshojë energji dhe ndryshon, ndërsa dita ecën. Ti ndihesh shumë më i pavarur, shumë më i lirë për të shprehur mendimin dhe emocionin. Nuk ke frikë të flasësh hapur dhe të tregosh kush je. Ke një energji të fortë krijuese që të shtyn drejt artit, ideve, pasioneve dhe gjithçkaje ku mund të vësh dorën tënde origjinale. Harmonia dhe balanca vijnë natyrshëm. Shikon më shumë anën pozitive të gjërave, e ke më të lehtë të gjesh bukurinë në detaje dhe të fokusohesh tek ajo që të ngre humorin. Në thelb, dita nis me luhatje, por mbaron me vetbesim, kreativitet dhe një ndjesi të fortë se po ecën drejt drejtimit të duhur. Birgjëresha, sot një pjesë e madhe e teje do të dalë, të shoqërohet, të rrijë me njerëz që të kuptojnë dhe që kanë të njëjtat interesa si ti. Jupiteri tek sektori yt shoqëror e shtyn fort këtë dëshirë. Megjithatë, dielli ndodhet tek familja dhe shtëpia jote, duke tërhequr në drejtimin e kundërt, qetësi, izolim, pak kohë për veten, pak rregullim apo kujdes për mjedisin tënd. Kjo përplasje mes dy energjive mund të çojë drejt teprimit. Ose dalësh shumë, ose mbyllesh shumë. Edhe premtimet sot duhen bërë me kujdes, sepse ka rrezik të thuash po dhe pastaj të mos mund ta mbash. Më pas, dita fillon të marrë formë më të qetë. Vendimet marrin kthjellësi. Mendja hapet, gjërat që ishin të paqarta bëhen më logjike. Sot është ditë e mirë për të zgjidhur çështje shtëpie, punë në familje, marrëdhënie që duan sqarim ose organizim. E sheh me sy të qartë çfarë duhet përmirësuar në jetën tënde të brendshme, qoftë rregull, komunikim, hapësirë, qetësi apo strukturë. Në fund të ditës, fokusohesh tek rendi, qetësia dhe stabiliteti dhe arrin të gjesh një ritëm më të lehtë për shpirtin. Peshorja, sot jeta juaj ka dy drejtime që ju tërheqin, puna dhe jeta personale. Ju dëshironi të arrini më lart në karrierë, të vendosni qëllime ambicioze dhe të shikoni larg, por edhe gjërat që ju pëlqejnë dhe interesa personale ju thërrasin. Kujdes mos të teproni ose të veproni me nxitim për shkak të pakënaqësisë. Gjatë ditës, besimi tek idetë dhe interesat tuaja rritet. Ju jeni të prirur të zgjidhni probleme, sidomos ato praktike ose që lidhen me mësimin dhe përmirësimin e vetes. Nëse i qaseni gjërave me guxim dhe drejt për drejt, do arrini rezultate të dukshme. Sot mund të kënaqeni duke ndjekur një qëllim ambicioz ose duke u përkushtuar në një projekt të veçantë. Fuqia juaj e bindjes është më e fortë se zakonisht, kështu që mund të influenconi të tjerët për të marrë atë që dëshironi. Akrepi, sot në mëngjes mund të ndjeni të prirur të teproni me gjërat, edhe kur ato duken të mira. Kujdes mos e kaloni kufirin, sidomos nëse nuk e kuptoni pse ndjeni të pakënaqur. Ka rrezik të teproni me ushqim, shpenzime ose zakone të tjera, nëse nuk jeni në kontakt me atë që ju shqetëson brenda vetes. Dëshira për të provuar gjëra të reja dhe për të zgjerë horizontet tuaja mund të ndeshet me nevojën për të qëndruar pranë gjërave dhe njerëzve që njihni. Mendimi i madh dhe ambicioz është i mirë sot, por veprimet duhet të jenë të matur për të marrë rezultatet më të mira gjatë ditës.
Mund të bëheni shumë produktiv dhe të përkushtoheni më shumë në një projekt ose të kujdeseni për gjërat që i konsideroni të çmuara. Planifikimi dhe organizimi i kohës mund t'ju japin kënaqësi. Sot mund të keni mundësi të ndryshoni një situatë në favorin tuaj dhe të shihni gjëra që më parë ju dukeshin të pasgjithshme. Çfarë zotëroni, çfarë besoni dhe çfarë keni krijuar mund të jenë tema delikate sot, por në të njëjtën kohë, ky është një moment i mirë për të mësuar më shumë rreth vetes dhe për të thelluar vetdijen tuaj. Nëse i përqendroni energjitë me maturi, mund të arrini një përparim të dukshëm dhe të fitoni besim në aftësitë tuaja. Shigjetari, sot në mëngjes mund të ndiheni të ndarë brenda vetes. Ka një tërheqje të fortë për t'u angazhuar dhe për të qenë pjesë e botës përreth jush, por njëkohësisht ndjeni nevojën të tërhiqeni dhe të vëzhgoni pa vepruar menjëherë. Kujdes mos premtoni më shumë se sa mund të mbani, edhe pse qëllimet tuaja janë të mira, mund të ndodhë që të mos arrini të përmbushni ato që premtoni. Gjatë ditës, energjia ju nxit për konkurrencë miqësore, që ju shtyn të jepni më të mirën dhe të arrini më lart. Përmirësimi personal është një temë kryesore sot dhe mund të ndiheni shumë të motivuar për të arritur një qëllim personal, nëse e përdorni këtë energji në mënyrë të mençur. Mund të ndiheni të fuqizuar dhe të guximshëm për të ndjekur atë që dëshironi, duke bërë hapa të dukshëm drejt arritjes së synimeve tuaja. Sot është një ditë për të marrë iniciativa, për të mësuar më shumë rreth vetes dhe për të përparuar në një nivel të ri. Britsjapi, sot marrëdhëniet dhe partneritetet tërheqin vëmendjen tuaj, por një pjesë e ju ka nevojë për qetësi dhe kohë për veten. Aktivitetet e qeta me dikë të veçantë mund të jenë zgjidhja perfekte. Megjithatë, mund të ndiheni pak të mërzitur ose të pakënaqur, gjë që ju shtyn të merrni rreziqe të panevojshme për të bërë jetën më interesante. Nëse përqendroheni tek përmirësimi i gjërave të vogla dhe jo tek veprime të mëdha ose gesta spektakolare, do të shijoni më shumë ditën dhe marrëdhëniet tuaja. Gjatë ditës mund të merrni guximin për të zgjidhur një problem të ngulitur dhe të përballeni me situata që keni lënë pas dore. Energjia e sotme ju jep mundësinë të bëni veprime të qarta dhe të vendosni për gjëra që kanë rëndësi për ju. Nëse i përdorni me maturi këto momente, mund të arrini një ekuilibër më të mirë midis marrëdhënieve, qetësisë dhe veprimeve praktike. Ujori, sot jeni shumë të përqendruar në rutinën tuaj dhe në punët e përditshme, gjë që është e dobishme dhe ju bën të ndiheni produktiv. Por kujdes, mund të teproni duke u fokusuar shumë te detajet e vogla dhe të harroni pamjen e madhe, atë që ju bën të ndiheni të lirë dhe të kënaqur jashtë punës. Në mëngjes mund të jetë e vështirë të relaksoheni dhe të lini gjërat të rrjedhin vetë. Mos e ngjesh gjithë energjinë dhe aktivitetet në një periudhë të shkurtër, kërko mënyra më të mira për të balancuar ditën dhe jetën në përgjithësi. Gjatë ditës, aktivitetet me të tjerët mund të jenë veçanërisht stimuluese dhe të sjellin energji të re. Mund të ndërtoni lidhje më të forta me miqt, të bashkëpunoni me një grup ose të merrni iniciativën në një projekt, duke shkuar në mënyrën tuaj krijuese, por duke dëgjuar edhe mendimet e të tjerëve. Nëse e menaxhoni mirë ditën, do ndiheni produktiv dhe të plotësuar, duke gjetur një ekuilibër mes punës, detyrimeve dhe kënaqësive personale. Peshqit, sot mund të ndiheni pak të pakënaqur dhe të keni dëshirë të bëni gjëra në mënyrë spektakolare. Por kujdes, teprimi dhe egzagjerimi, veçanërisht në marrëdhënie romantike ose në punë, mund t'ju sjellin probleme. Mund të jeni të prirur të mendoni për plane të mëdha, ose të bazoheni në ide jo shumë praktike. Tani është më mirë të përqendroheni te përmirësimi i gjërave ekzistuese, jo te zgjerimi i menjëhershëm. Gjatë ditës do ndiheni me energji kreative për projekte pune, ose mund t'i kushtoni vëmendje të veçantë një synimi të rëndësishëm në jetën tuaj. Kjo ditë ju jep edhe guxim të shtuar për të arritur një nivel të ri, për të marrë iniciativa dhe për të bërë ndryshime që ju afrojnë më shumë me aspiratat tuaja.